Si po dështon me Rogertin sezoni i 5 si Big Brother VIP Albania, pse një person që ofendon pa kufi vazhdon ende të qëndrojë në shtëpinë e Big Brother VIP. Ai i tha Malit, ti nuk ke gjak shqiptari. Stenaldo si tha, të ka dënuar Zoti që nuk sheh as majtas as djathtas. Selina si tha, ti je një gocë Sugar Daddy 2. Luizit i tha këngëtar BQ. Mateo si përmendi motrën duke e pyetur me sa meshkuj ka qenë. Brikenës si tha se promovon vetëm trupin sepse nuk di gjë tjetër. E megjithatë ky person vazhdon të qëndrojë në lojë. Edhe pse u fal 2 herë dhe një herë tjetër u rikthye, duke thyer një rregull të qartë të Big Brother VIP. Personi që del vet nga dera nuk kthehet më, sepse konsiderohet vetë dorëzim, por produksioni e ktheu dhe vazhdon ta toleroj. Madje ai shkoi deri aty sa prishi dasmën e Selinës dhe Gimbos dhe shkatërroi tortën e çiftit, e cila ishte përgatitur nga një sponsor, dhe përsëri nuk pati pasoja reale. Atëherë lind pyetja, pse vazhdon të qëndrojë ende në lojë? A mos vallë gjithçka lidhet me klikimet? Edhe pse është një nga personat më të urryer të momentit, loja e tij sjell shumë klikime dhe vëmendje, aq sa mund ta çojë edhe në finale. Dhe kështu budallallëqet e tij për produksionin e këtij sezoni duken të tolerueshme dhe të pranueshme. Nga ana tjetër, produksioni shpesh paraqitet si shumë feminist dhe deklaron se kur preket një femër është një sulm shumë i rënd. Por në këtë sezon shohim se edhe kur vajzat quhen eskorta apo ofendohen rënd, nuk ndodh asgjë. Ai thjesht vazhdon lojën e tij pas një problem dhe madje po kthehet në një nga favoritët kryesor të këtij sezoni. Një sezon që për shumë prej nesh po kalon edhe sezonin e tretë, ku menduam se më keq se Eglaceno nuk mund të vinte. Mos harrojmë se edhe ajo, megjithse mori zarf të zi për ofendimet e saj, në fund fitoi sezonin 3. Dhe kjo në një farë mënyre hapi rrugë për të gjithë bullizuesit dhe kërcënuesit e arshëm që ta shohin këtë si strategji për të fituar lojën. Shpresojmë që produksioni ta kuptojë se çfarë mesazhi po jep, sepse ajo që po shohim është e tepërt. Do të donim që nga ky program të mësonim diçka të mirë. Respektin, debatet e forta por me kufi dhe kontrollin e vetes. Jo mënyrën se si të sulmojmë të tjerët dhe si të dalim nga kontrolli sa herë që kemi një debat. Nëse bullizimi, ofendimi dhe shkelja e rregullave shpërblehen me famë dhe finale, atëherë problemi nuk është më vetëm te lojtari, por te vetë loja. Pastaj kthehesh prap, më fali shok, s'do më kjo.